si Hibrid.info kena bo një hulumtim rreth rrjetit propagandistik rus Pravda, edhe kena publiku një raport me të gjeturat me idenë se me këqyrë se a ka në Shqip ky rrjeti Pravda përmbajtje që shpërndahen në gjuhën shqipe. Ky rrjeti Pravda është një operacion online i koordinuar me Kremlinin zyrtar propagandistik pro-rus, i cili shpërndan narrativa të ndryshme dhe përmbajtje të ndryshme nëpërmjet domenëve dhe subdomeneve apo faqeve të ndryshme websajte të maskuara si portale informative. Ato duken si portale informative, të cilat shpërndajnë përmbajtje prej një qendre të caktuar. Automatikisht ato përkthehen në gjuhë të ndryshme, për shembull nëse është e një shteti të caktuar, publikimet janë në anglisht edhe në gjuhën e shtetit të caktuar, që kjo ka përmbajtje apo forma të ndryshme të përmbajtjeve të publikuara nga Pravda në mbi 80 shtete të botës, ku kryesore thash është mi paraqit këto narrativat pro-ruse me idenë që me pas sa ma shumë zgjerim global këto narrativa, me përmbajtje shumë gjuhëshe, me shpërndarje të automatizuar, përdoret një sistem infrastrukturor i qëndërsuar, pra për një qendre pastaj shpërndahen, nuk publikojnë artikull original, artikujt janë të ripublikuar nga burime të ndryshme ruse. Pravda, ekziston edhe domeni apo portali i maskuar, domeni i maskuar si portal, Pravda aktivi është Albanian Pravda, newspravda.com. Kjo ka fillu prej marsit të vitit të kaluar, se janë disa faza të Pravdas në Shqip me disa domene, ku shpërndahen përmbajtje të ndryshme në Shqip edhe në anglisht. Ky domen, prej marsit të vitit të kaluar deri në prill të këtij viti, dikun rreth afro 3000 artikuj janë publikuar në gjuhën shqipe, njëkohësisht edhe në anglisht, për shkak të përkthimit automatik. Këto kanë edhe kanalin në Telegram, po ashtu edhe në rrjetin e videove që është Rus VK. Përmbajtja e këtyre artikujve, qëndërsimi i këtyre artikujve është mbi ngjarjet globale, ku bota si sesion dominohet për shkak se synohet që narrativat ruse mu plasu në këtë luftën hibride informative me i ballafaqu me narrativat perëndimore. Po ashtu Rusia është ngjarjet mbi Rusinë dhe shtetet përreth Rusisë, se çka po ndodh me i paraqit perspektivat ruse. Një përqindje e vogël është mbi Shqipërinë, Kosovën edhe Ballkanin perëndimor, por në një farforme është hera parë që rrjet propagandistik rus që publikojnë në gjuhën shqipe, tu i marr parasysh se ekziston edhe Russia Today dhe Sputniku, po ata publikojnë në serbisht. Cilat janë burimet e artikujve që i përdoren, pak a shumë thash se këta nuk kanë artikuj original, këta i publikojnë artikujt për shembull në Shqip, një nga burimet është kanali në Telegram i ambasadës ruse në Shqipëri, që i publikojnë artikujt e tyre mbi zhvillimet se çfarë aktivitete bëjnë ata. Njëkohësisht mediave ruse si Russia Today, Sputnik, Tasi, RIA, edhe kanale të ndryshme në Telegram, të cilat publikojnë përmbajtje lidhur me Ballkanin, me shtetet e Ballkanit përgjithësi, por edhe Kosova, ku janë kanale edhe në rusisht, por edhe në serbisht. Këto janë burimet, ato ripublikohen në faqen Pravda në Shqip që është edhe përkthehen në Shqip, Çfarë ndikimi ka, në audiencën shqipfolse, na e kena bërë një hulumtim se ku gjendet, a ka farë e shtrirje në infosferën digjitale. E kena vërejtë që përkthimet janë jo të mira, për shkak se përdoret platforma Yandex ruse për përkthimet e artikujve në Shqip, edhe shihen disa deformime gjuhësore. Mungon në rrjetet sociale që përdoren të na, për shembull Facebook, TikTok, Instagram, thash është veç në Telegram edhe në VK.
e kena këshyre dhe faqen mbi bazën ditore se sa ka vizitor kjo Pravda në Shqip. Në një prej ditësh ka pasur diku 11 vizitor organik, po e kom qujt indirekt ndikimin për shkak se ideja e këtij rrjeti është që thjesht me mbush këtë infosferën digjitale me përmbajtje të narrativave ruse edhe në Shqip, në mënyrën që kur të kërkohen të dhëna mbi ngjarje të caktuara, këto narrativat ruse me ju dal njerëzve gjatë kërkimeve që i bëjnë në internet. Në mesin e rreth 3000 artikujve të cilat janë publikuar në Shqip, janë hulumtu, janë analizu diku 1000 prej tyre me i pa se çfarë narrativa publikojnë, cilat janë narrativat kryesore që publikohen në këto. Është pro-ruse dhe pro-sërbe, kryesisht kjo farë bashkëpunimi Moskë-Beograd, glorifikohen figurat lidert e këtyre shteteve me idenë se janë liderët politik të fuqishëm. Pastaj këto narrativat e sanksioneve të perëndimit, për shembull ndaj Rusisë, në një farë forme kritikohen. Pra, një prej narrativa është pro-ruse dhe pro-sërbe. Narrativa tjetër është kundër NATO dhe antiperëndimore, ku NATO shihet si agresore, BE-ja si ignorante, SHBA-ja si manipuluese me politikat e saj në Ballkanin perëndimor. Edhe kemi shikuar narrativat për Kosovën se si plasohen në Shqip nga ky rrjet. Kosova mohohet si shtet, domethënë që paraqet qëndrimin zyrtar të rusëve, po ashtu krahasohet me Krimen, është një narrativ që krahasohet me Krimen Kosova. Njëkohësisht akuzohet edhe për terrorizëm institucional ndaj serbëve. Domethënë ngjarjet të zhvillimet që bëhen në vendbanimet serbe, këta i konsiderojnë si terrorizëm institucional ndaj komunitetit serb këto. E kemi këshyrë edhe pak a shumë, e kemi analizuar edhe Ballkanin, domethënë që ku tek ma shumë është i fokusuar. Nëse e marrim në përgjithësi, domethënë ky rrjet thash përmbi 80 shtete me disa fokusime. E para është i shtetet sovjetike, domethënë që i kanë target kryesor. I dyti target është Ballkani. Domethënë Ballkani është para Evropës qendrore dhe perëndimore, edhe para Azisë, domethënë me target të artikujve të publikuara mbi bazën e banorëve, mbi mesatarën e banorëve. Domethënë këto kanë regionet. Në bazë të shteteve e kemi vrejtë që në 10 e shteteve të targetuara pas Moldavisë, Latvisë, Estonisë është Serbia e katërta. Domethënë Serbia është target kryesor në Ballkanin perëndimor, ku mesatarisht diku 200 deri në 250 artikuj në baza ditore publikohen nga Pravda në serbisht. Cili është qëllimi i Pravdas në përgjithësi, domethënë me krijimin e këtyre domeneve apo portal të maskuara si portale. Domethënë qëllimi kryesor është që manipulimi i inteligjencës artificiale apo me indiku këto sistemet e AI që gjatë gjenerimit të përmbajtjeve të kërkuara me i futet këto narrativat ruse. Domethënë gjatë kërkimit kur bëhet për me gjeneru përgjigje për një rast caktuar, që këto me mësu për këtyre narrativave ruse edhe ato përgjigje mu integru në këto chatbotat e AI. E dyta është që me rrit, domethënë saturimi i informacionit apo narrativave për Kremlin, me rrit dukshmërinë e këtyre në infosferën digjitale, që hin në kuadër të luftës hibride informative të Rusisë, në mënyrë që këto narrativa mu gjindë ma shumë në sferën digjitale, edhe është shfrytëzimi i efektit të iluzionit të vërtetës, në atë kuptimin që përsëritja e këtyre narrativave edhe gjatë kërkimeve, ballafaqimi me to, me kriju iluzionin se kjo është e vërteta, domethënë kjo narrativ është e vërteta gjatë kërkimeve nëse nuk e verifikojnë. Domethënë në mënyrë indirekte Rusia nëpërmjet Pravdës, domethënë përmbajtjeve në gjuhën shqipe, synon që edhe në Shqip gjatë kërkimeve të bëra që edhe AI chatbotet të ndikohen, po edhe infosfera digjitale të ngarkohet me këto narrativa ruse, edhe të krijohet ajo bindja se këto narrativa nëse kërkohen edhe mirën si të mirëqena,
atëherë të ndikoj të audienca shqipfolse si e vërtet ajo narrativ proruse që plasohet. Kjo funksionon, domethënë, e pavarur, domethënë është e qëndërsuar dhe kjo funksionon si rrjet. Domethënë artikujt ripublikohen në gjuhë të ndryshme, në platforma të ndryshme të cilat i kontrollohen prej qendrës. Tash a pasurohen apo a plotësohen apo ripublikohen këto prej portaleve serbe, duhet mi hulumtu me i pa konkretisht se cilat portale shfrytëzohen prej këtyre. Edhe pse thash këta nuk kanë përmbajtje origjinale, këta e ripublikojnë. Domethënë këta nuk shkruajnë artikuj, këta i marrin edhe ripublikojnë në bazë të destinacioneve që ata i targetojnë. Për shembull, për Afrikë çfarë përmbajtje duhet me plasu, për Ballkan çfarë përmbajtje duhet me plasu, prej kujna, domethënë prej burimeve kryesore ruse si agjencitë Russia Today, Sputnik apo platforma tjera në Telegram. Po është luftë hibride informative, mbi bazën e informacionit, domethënë krijimi i këtyre faqeve rrjeti që me dominu sferë apo infosferën digjitale. Sa ndikon te politikanët tanë është një pyetje që nuk mundem i dhëmë përgjigje për shkak se duhet mu analizu, domethënë deklaratat e tyre mbi bazën e të cilave a kanë ngjashmëri me narrativat ruse, por sa ndikon te na është problemi kur paraqiten deklaratat e zyrtarëve rusë që zakonisht e kanë narrativën e tyre ndaj Kosovës dhe ndaj zhvillimeve këtu, me pas kujdes çush paraqiten edhe mbi cilën bazë paraqiten. Domethënë kjo është ajo kryesorja ndaj mediave, po në opinion publik apo në këtë infosferën digjitale duhet pasur kujdes edhe gjatë kërkimeve që bëhen në rrjetet sociale ndaj chatbotëve, përgjigjet që mirën prej aty me pas kujdes mi verifiku se mundet me ra prej e këtyre narrativave propagandistike ruse lidhur me zhvillimet në Kosovë dhe rajon.